Më lind nën me fat që të bëhem bankier. Kështu mund të interpretohet thënia popullore për kushtet në Maqedoni. Derisa ekonomia vazhdimisht ankohet se është në krizë, për bankat në Maqedoni kjo nuk vlen. Nëse vitin 2024 e mbaruan me përfitim maksimal me thuajse 283 milion euro, puna u shkon shkëlqyeshëm edhe në 3 muajt e parë të këtij viti, kanë përfituar thuajse 72.6 milion euro. Të dhënat e Bankës Popullore tregojnë se vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti, bankat kanë argëtuar nga qytetarët dhe bizneset mbi 146 milion euro vetëm nga normat e interesit. Vetëm ambistrit për normat e interesit kanë paguar mbi 58 milion euro në bankat vendase. Numrat tregojnë se të ardhurat neto nga normat e interesit për bankat ishte thuajse 113 milion euro. Për kompenzime dhe provizione të bankave, qytetarët dhe kompanit kanë lënë 44 milion euro në bankat vendase. Të ardhurat neto nga provizione për bankat në 3 mujorin e parë ishin mbi 27 milion euro. Matematika tregon se vetëm për normat të interesit, qytetarët dhe kompanit kanë paguar mbi 190 milion euro. Cilat banka kanë pasur përfitim më të madh? Të dhënat e Bankës Popullore tregojnë se thuajse i gjithë kulaçi ka përfunduar në 5 bankat më të mëdha në vend, ose nga 72.6 milion euro përfitim, ato kanë marrë 66.4 milion euro. Pjesën tjetër e kanë ndarë 3 bankat e mesme dhe 5 bankat e vogla në vend. Raportet financiare të bankave tregojnë se përfitim më të madh për 3 muajt e parë të vitit kanë 3 nga bankat më të mëdha: Banka Komerciale, NLB dhe Stopanska Banka Shkup. Banka Komerciale ka përfitim prej mbi 19 milion euro, në vendin e dytë është Stopanska me 14 milion euro dhe NLB me 11 milion euro. Të dhënat tregojnë se 3 bankat më të mëdha kanë përfitim më të madh krahasuar me të gjitha kompanitë e tjera të bursës së Maqedonisë.